Në Universitetin e Tetovës sot filloi konferenca e dytë shkencore ndërkombëtare e studentëve me temë Kërkime studimore me rëndësi për studentët. Kjo konferencë organizohet nga Parlamenti Studentor i Universitetit të Tetovës dhe shënon një moment të rëndësishëm në rrugëtimin akademik të studentëve, duke krijuar një platformë ku idetë, përvojat dhe sfidat e tyre mund të ndahen dhe të diskutohen. Kjo ngjarje është një hap i rëndësishëm drejt promovimit të kërkimit shkencor dhe përfshirjes aktive të studentëve, deklaroi kryetari i Kuvendit Studentor Lart Ibrahimi. Ky është një event që ka sjell student nga fusha të ndryshme për të krijuar ura bashkëpunimi, miqësie, rrjete profesionale që do zgjasin përtej ambienteve universitare. Ky është një shkëmbim idesh dhe përvojash, ku ne mund të zhvillohemi jo vetëm si individ, por edhe si pjesë e një shoqërie akademike më të gjerë. Prorektori për shkencë i Universitetit të Tetovës, profesor Dr. Vullnet Ahmeti, në fjalën e tij drejtuar studentëve dhe pjesëmarrësve të tjerë, theksoi se ky event shkencor duhet të shërbejë si precedent i një ngjarje të iniciuar, projektuar, menaxhuar dhe përpunuar kryekput nga vetë studentët si shtylla jonë më vitale dhe ndaj të cilëve kemi përgjegjësi kombëtare dhe jo vetëm. Ahmeti theksoi që do të jetë mbështetje për studentët në çdo hap që ata do të ndërmarrin. Dua t'ju uroj me zemër suksese në të gjitha punimet tuaja. Jeni ju ata që e mbani gjallë frymën e universitetit dhe jeni ju ata që nesër do ta çoni më larg se çdo brez para jush. Sytë tanë janë ka ju. Do të dini se në çdo hap që do të bëni, ne do të qëndrojmë pas me gjithë potencialin dhe mbështetjen që meritoni. Mos e harroni histori. As kur pas disa dekadash rrëfimi për Universitetin e Tetovës, ndoshta do të ndahet vetëm nga një vijë e hollë demarkacioni mes legjendës dhe një realiteti të dikurshëm. Mos lijoni që sakrifica atyre që ndërtuan themelet e këtij institucioni të shndrohet vetëm në tregim. Kjo konferencë do të vazhdojë edhe ditën e nesërme, ku studentët e fakulteteve të ndryshme do të marrin pjesë në një punëtori me temën Basic Life Support.